Fundi nuk po I shihet. Të ftohtit e reshjet nuk I zbrapsën. Madje këngët me motive patriotike I ngrohen edhe më shumë. Sheshi Skënderbeu në kryeqytet të martën u stërmbush nga kretanët. Pikërisht në shënimin e 18 vjetorit të Republikës së Kosovës, qytetarët e saj bashkë me figura udhëheqëse të shtetit dhe kategori të dalja nga lufta marshuan për ta mbrojtur luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me sloganin drejtësi jo politik, ky marsh vjen pas zhvillimeve të fundit në Hag, ku kërkuan nga 45 vjet burg për secilin prej 4 ish-krerëve të UÇK-s, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Fjalën këtu I pari e mori përfaqësuesi I platformës Liria ka emër, që tha se lufta e UÇK-s ishte çlirimtare dhe kjo nuk mund të zhbëhet kurrë. Pas ju shndron historia, sakrifica jon, liria jon. Ata nuk janë vetëm, ky është vetëm fillimi, nuk do të ndalemi kurrë. Turmës së madhe të njerëzve ju drejtua pothuajse çdo kategori që mbisupe vuajti krimet e luftës nga Serbia. Në mesin e tyre edhe mbijetuara e dhunës seksuale në luftën e fundit, Vasfije Krasniqi, e cila me emocionet e forta kërkoi lirimin e 4-shës nga Haga. Hashim Thaqi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi. Më falë nëse kam... Dhe Recep Selimi, ata duhet të lirohen. Ata mbrojtën popullin e vetë. E dikush tjetër lëre që u rit pa baba, por asnjë gur të varrit të tij nuk ka, nga se është djali I veprimtarit dhe bashkëthemeluesit të UÇK-s Xhavit Haziri, ende I zhdukur. Lufta UÇK-s ishte luftë për mbijetesë dhe dinjitet kombëtar. Në këtë luftë jo vetëm burrat, por armët në krah I morën edhe vajzat dhe gratë. E tillë është edhe Shipe Krasniqi. Jam rrit në një kohë kur të qenit shqiptare në Kosovë në kuptante të jetoje me frikë, me kufizime, me padrejtësi të përditshme. Në organizime të tilla që u bën edhe gjatë verës së vitit të kaluar në Prishtinë, e duke kaluar edhe kufit për të kërkuar drejtësi edhe nga Shkupi, Tirana e Haga, nuk kanë si të mungojnë edhe performancat artistike nga ata që kombit I thurën vargje edhe në luftë dhe tani në paqe.